Faleminderit kryetar. Këshilli për operacionet zgjedhore ka gjatë lejet të mbajtura ka diskutuar një çështje e cila është ngrit në gjatë zgjedhjeve lokale, pra si një lloj shqetësimi prej personave në moshë, të cilët kanë pas probleme aplikimin për votimin, për regjistrim për votim si persona me nevoja të veçanta, pra që këtë rast të votojnë nga shtëpitë e tyre, që të mos mundohen në nxirren prej shtëpisë në ditën e zgjedhjeve, duke pas parasysh që edhe jemi në një sezon dimror, pra zgjedhjet janë në 28 dhjetor dhe duke bërë më të lehtë edhe për ata persona që janë në moshë, është ardhur një rekomandim që personat të cilët i kanë më shumë se 75 vjet, gjatë aplikimit për regjistrim për votim nga shtëpitë e tyre, të mos obligohen të bashkangjesin dokumente shëndetësore për statusin e tyre për të arsyetuar pse të votojnë nga shtëpia. Prandaj është një anashkalim i rregullorës që jemi duke bë me këtë propozim, që në këtë rast personat të moshës 75 vjeç e më shumë të obligohen të bashkangjesin në platformën e KQZ-s dokumentin e vlefshëm të identifikimit dhe një fotografi të votuesit duke mbajtur dokumentin identifikues në dorë. Pra, këto janë kërkesat në raport me këta persona, nuk ka nevojë që të bashkangjesin dëshmi të tjera për të dëshmuar që ai është i paaft apo ka vështirësi për dalë nga shtëpia për të votuar në qendër të votimit. Ky është rekomandimi i Këshillit të Operacioneve Zgjedhore, e rekomandojmë që të miratohet. Faleminderit. Kjo çështje u trajtua edhe sot në Këshillin e Operacioneve Zgjedhore, edhe ne i kemi bërë një analizë të këtij propozimi. Nëse mirën personat mbi 75 vjeç, numri votuesve që kanë të drejtë me votu, që janë mbi 75 vjeç, është mbi 100.000 votues. Po ashtu është diskutuar një propozim tjetër që për këtë formë të lehtësimit të votimit si votues me nevoja të veçanta, është diskutuar edhe që me shku 80 vjeç dhe mbi 80 vjeç. Personat në listën e votuesve që i përkasin moshës 80 vjeç dhe mbi 80 vjeç është dikon rreth 50.000 votues. Ne gjithashtu në propozim i kemi cek edhe përparësitë dhe vështirësitë në kuadër të këtij propozimi. Njëna prej padyshim që rrethon lehtësuese është për ta gjithëpërfshirja në procesin zgjedhor, po është edhe aspekti që e bën vështirë në rast se kemi numër të madh të aplikimit. Kjo ndikon në materialet zgjedhore që na i kemi planifikuar edhe jemi në proces të përfundimit dhe pranimit këtyre materialeve. Po ja japi vetëm një shembull, është rasti i fletvotimeve që janë shtypën në Sloveni, për çka KQZ-ja ka marrë vendim për numrin e tyre që duhet shtypen, kategoria e votuesve me nevoja të veçanta votojnë përmes fletvotimeve rezervë që na i parashikojmë për këtë kategori të votuesve, edhe siç e dini fletvotimet rezervë ne i planifikojmë mbi bazën e proceseve të kaluara zgjedhore. Ta zëm në zgjedhjet lokale që sapo i lam dhe në zgjedhjet parlamentare na marrim një numër të përafërt të votuesve që janë regjistruar si votues me nevoja të veçanta dhe mbi këtë bazë na e parashojmë edhe shtypjen e fletvotimeve rezervë. Çka është frika sekretariatit këtu? Është që në rast se kemi numër të madh të votuesve, të cilët ja largojmë kriterin e bashkangjisis së dëshmisë mjekësore, mundet me cënu numrin e fletvotimeve që na i kemi në dispozicion. Që i bie që nëse numri i fletvotimeve rezervë harxhohet kushtimisht, ne duhet me marrë fletvotime prej dengjeve të rregullat të vendvotimeve, e që për këtë proces na nuk kena procedurë, që duhet me bu. Do me thonë, kjo është lehtësi që është gjithëpërfshirja, po është edhe vështirësi aspekti i administrimit të këtij procesi. Mbase nuk kemi numër të lartë që mujnë me apliku për kategori, po na në kuadër sekretariatit ne duhet me i cekun edhe përparësitë dhe vështirësitë e këtij procesi. Edhe unë pikërisht e kam këtë problem, domethënë, nëse merret mesatarja e daljes në zgjedhje, dikon rreth 20-30% prej 100.000 i bin 20-30.000. Sa fletvotime rezervë janë
kemi marrë vendim me i shtyp drejtor. Këtë përgjigje nuk më tepër sepse nuk e di numrin e saktë, po është numër i vogël në raport me ato që ka mujnë me u regjistru. Përvojat e kaluara. Ne po thojmë që mbas edhe nuk regjistrohen, por rreziku është kë. Edhe pikrisht këtë aspekt do më thonë teknik po e quj, e kisha parasysh, nuk jam shumë i sigurt, sigurisht kolegët kanë mendu që vetëm ata që lajmërohen me votuen nga shtëpia, sepse kanë ndonjë arsye. Nëse kjo, unë as po du me mendua kesh përdorët, as kesh përdorët, po nëse ky numër mandej shkon në disa dhjetra mira, mendoj që ky ka me qenë probleme edhe për numrin e ekipeve që do në këtë administrime. Zdi unë a ka mundësi me u pa kjo çështje bile në një farë mënyrë me u zbut kriteri që ai që i ka mi 75 vjet automatikisht e ka drejt pa marrë parasysh gjendjen shëndetësore. Në anën kënej, në anën tjetër njerëz me 75 vjet të ne vërtet nuk janë në gjendjen gjithmonë më të mirën. Ka prej tyre që janë shumë mirë, po nuk janë më të mirën. Ndoshta me mendu edhe njëherë qysh i bëhet kjo punë, po edhe unë e kam pikrisht këtë shqetësim. Domethënë shqetësimi këtij natyrës teknike, edhe për shkak të ekipit, edhe për shkak të numrit të madh të kandidative. Faleminderit. E para, po vjen mirë që kur i diskutojmë çështjet kështu e kemi në fokus qytetarin. Edhe unë mendoj që ky është edhe funksioni jonë, si edhe përgjegjësia jonë si antar të KQZ-s. Që kur shohim që megjithatë ekzistojnë mënyra për të siguruar, siç u tha dhe gjithë përfshirjen, ne mund të bëjmë edhe themi shmangje për një proces të saktuar nga rregulloria. Krejt kjo në funksion të një gjithë përfshirje, për faktin se gjithë këta persona, edhe pse ne do të mund të amundsonim kësaj grup moshe që të regjistrohen pa ofru një dëshmi, kjo nuk kupton që ata nuk kanë me u verifiku, pra që është personi në fjalë dhe kështu me radhë, pra që i njëjti që po aplikon, dhe gjithashtu do të me pas parasysh që edhe këtë mendoj që edhe ne si sekretariat, si KQZ dhe sekretariati më tej përmes trajnimit dhe themi organeve tjera, ta bëjmë dije që votimi mobil, dhe votimi me ekipe mobile nuk nënkupton që është edhe votim me asistencë. Pra ne duhet mu siguru që edhe në shtëpit e personave me nevojat veçanta që aplikojnë për të votuar përmes shërbimit mobil, ata e kanë një të drejtë të pakontestueshme kushtetuese që vota atyre t'jetë e fshetë. Dhe që kurse si dikush tjetër të mund votoj për ta, përjashtimisht rasteve që i ka rregullu ligji, po edhe rregulloria. Kolegu e përmendi me plot drejt parafolsi se diskutuam në mbledhjen e Këshillit për Operacionet Zgjedhore, dhe këto statistikat kur na erdhën pak na ngritën këto shqetësime të gjithëve, edhe kërkuan pastaj një analizë se sa është pjesa grupmoshës prej 80 vjeç e sipër, dhe kjo mund duket si shifër që mund ta menaxhojmë të i pas parasysh dy aspekte, aspekti pra i resurseve njerëzore, ekipet mobile, po dhe aspekti tjetër që ka të bëjë me flet votimet rezervë. Andaj po, unë mendoj që nuk ka në gjatë keqe anashkalimi i rregullorës, në mënyrë që të sigurohet gjithë përfshirja e qytetarëve, po pa i anashkaluar në asnjë rast të drejta dhe obligimet që kanë si institucioni ashtu dhe qytetarët kur realizojnë të drejtën e tyre në këtë rast të votës. Po edhe unë mbështes një ndryshim tillë për faktin se ne në çdo palëzgjedhje përballemi me një kategori të njerëzve të shoqërisë tonë të cilët realisht për shkak të moshës së shtyre dhe edhe ndoshta nuk e ushtrojnë këtë drejtë. Jam idhëtari asaj që të lehtësohet çdo procedurë sa i përket kësaj kategorie të bashkëqytetarëve tonë. Ndoshta unë mendoj që ata
ndoshta edhe legjvendësit do të mendojnë që ta ndryshojnë edhe ligjin për këtë kategori, që mënyrë që ta lehtësojnë mënyrën operacionale të veprimit të këtij institucioni dhe t'ju shkohet të fletvotimi, të verifikohen, të regjistrohen ashtu njëjtë sikur që regjistrohen edhe bashkëdhetarët tonë, kjo moshë të regjistrohet online, të verifikohet natyrisht për t'ju ikë edhe abuzimeve, të verifikohet që ata janë gjallë dhe të mos regjistrohet dikush në vend tyre, edhe njëkohësisht ju dërgojnë fletvotimet në shtëpi, pavarësisht pse janë duke jetuar në Kosovë. T'ju dërgohet fletvotimet dhe t'ju mundsohet votimi edhe përmes postës. Në mënyrë që e lehtëson edhe punën tonë, pastaj mas me kriju ekipe mobile. Ndoshta kjo duhet trajtohet edhe me ligj të kemi edhe një votim të hershëm për këtë kategori, kështu që po e mbështes çdo përpjekje e cila i shërben realizimit të secilës botë për secilin qytetar në Republikën Kosovës dhe jo vetëm. Faleminderit. Vesh me mbështet ato që diskutuam në mbledhjen e Këshillit për operacione zgjedhore, i trajtuam dy kufejt e moshës, edhe 75 edhe 80. Po ishte vërtet që mas një elaborimi që erdhe nga sekretariati që 100.000 që janë mbi moshën 75 edhe që mund më ndodhë proceduralisht edhe në aspektin teknik mos të përmbushet, ishëm mes dilemes këne dhe me gjithate me analizën e dytë më rrim që 80 që mund tjetë real në këtë fasë. Po pak nëse shohëm këto zgjedhje që kjo kalon mirë dhe s'ka shumë të regjistrum atër, mund të shohëm qasjen që në zgjedhje tjera të shkon edhe në 75-shin, po mos të marëm se dhe ata njëjnë betërën kjo që ata 75 vjeçar. Ka një babi jam e shëtit krejt gërmin, alta ti më bo mja përmen 77 që i shkën dikush të radan. Shtu që mos të merëm se ata shumica dalin edhe votojnë vetë. Po anën tjetër, unë me gjithë atë tash mendoj mas analizës që kësaj rrallë të dhejtë që ja mund tjetë e ta shohëm tani për zgjedhje tjera si analizë. Menova që keni diskutu dhe sa ka ndalë, sa votues ka ndalë kësaj moshe prej 75 tutje dhe prej 80 tutje. A është kjo statistikë e daljes së votuese? Nuk e kemi bu këtë statistikë. Okej, se kjo ka rëndësi, se sa figurojnë lidhës votuese, pak rëndësi është se ajo listë është, e dim qysh është e ndërtuar edhe 100 vjeçar figurojnë edhe nuk dalin fare me votu. Po, prandaj në këtë aspekt është dashur me analizuar sa ka qenë dalja e votuese në raundin e parë, sa ka qenë në raundin e dytë dhe sa ka qenë në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Edhe tjetra në atje e shqyrtuar edhe numrin e të regjistruarve, sa edhe aplikuesve që kanë qenë edhe ata sa janë refuzuar në zgjedhjet parlamentare. Pra ne mendoj këto statistika kanë qenë rëndësishme për me e mujt me marrë një vendim 75 apo 80, po as pak lista votuese, që është 28.977 që figuron. Unë i shikova, prej 65 tutje figurojnë 123.000 votues total që kanë dalë me votu. Kjo është numri i përgjithshëm. 123.000 votues kanë dalë me votu prej 65 deri në 99 vjeç. Prandaj kjo statistikë është dashur me u shkallëzu, me u marr 75 që je tutje dhe 80 që je tutje që me ditë për çfarë numra po flasim. Po nuk po flasim për 48.000, këto pe di. Po flasim për numër shumë atë vogël, si do të qoftë, keni ardhur një rekomandim për cilin tashmë po duket që janë votat. Mirë, nëse s'ka diçka, atëherë unë e hedh votim për 80 vjet e tutje rekomandimi do të modifikohet nga 75 në 80 vjet. Atëherë kush është për? Gjithë janë për. Ti abstenon, okej, mirë shumë. Kalon